Ju hoq si afër në rrjetet sociale dhe i zhvati 60.000 euro 34 vjeçarit, finalizohet operacioni në Tiranë pra nga 2 personave, një në kërkim. Një skem mashtrimi kompjuterik dhe zhvati është zbardhur nga Policia e Tiranës duke çuar në pra nga 2 persona dhe në shpallje në kërkim të një të treti. Seksioni për hetimin e krimeve ekonomike financiare në drejtimin e Prokurorisë Tiranës ka finalizuar operacionin e koduar Ideja gabuar. Hetimet nisën pas kallëzimit të bërë nga një 34 vjeçar i cili kishte rënë prej mashtrimit përmes një platforme komunikimi online ku i kishte zhvatur një shumë të majme parash. Sipas burimeve zyrtare nga policia, autorët kishin studiuar lëvizjet e viktimës. Njëri prej tyre ka komunikuar në rrjetet sociale me 34 vjeçarin duke ju prezantuar në mënyrë të reme si një person i afërt i familjes, me anë të manipulimit dhe duke premtuar se ndodhej në një situatë emergjente. Ai ka kërkuar të riut shumën prej 60.000 eurosh, pasi ka besuar se po ndihmonte të afërmin e tij, 34 vjeçari ka shkuar dhe i ka dorëzuar kesh të gjithë shumën e parave shtetasit në vë pa e ditur se po binte në kurthin e një grupi kriminal. Në kuadër të këtij operacioni, policia ka vënë në pranga 2 prej bashkëpunëtorëve në këtë skem dhe i ka shpallur në kërkim organizatorin e dyshuar.